Sot partit e zdëmës Vetëvendosja, po bën garë me partitë e tjera, kush ka faj për blokatër. Ai që mundet me bin elektoratin kush o fajtori, ai ka me fitu zgjedhjen. Edhe unë besoj që në këtë rrugë të mirë janë partitë ish opozitare, sepse qytetarët janë duke kuptuar çdo ditë më tepër se bllokadën e ka sjell Lëvizja Vetëvendosje. Pse ka sjell këtë bllokadë? Duke pas 42% dhe 48 deputet. S'ka mujt të thonë gjanja me bon as kuvendin e as qeverinë. Duhet kujtu këtu deklarata e zotit Kurti, thë që bëni ju kuvendin se keni përgjegjësi këtë bashkë me bu, ama qeverinë e bëjone. Prap dështoj. Edhe pse partitë ish opozitare hiç se kanë pas për obligim me votu as kryetarin e konventit. Megjithatë, partitë ish opozitare e kanë bënë hap drejt blokadës. E kanë votu kryetarin e konventit PDK-ja, nën kryetarin e ka votu LDK-ja. Dhe kur er puna te qeveria i bllokoi. Pse bllokoi? Për çka? Se kursi ka pas numrat, kurs kam i pas as në tarë me numrat. Sepse ju e dini që Lëvizja Vetëvendosje nuk bën qeveri pazare. Nuk bën qeveri ama një post ambasadorit. Nuk e merr kryetarin e